dhe i lë mundësin të diskutojnë aftësitë qeverisë në kushtet e normale që Kosova si një demokraci e re dhe vibrante duhet të funksionojë. Po, një prej temave të shumë përfolura në vazhdimsi është kjo çështja e misionit të OKB-s në Kosovë. Ka vështirësi që të shuhet unë miku në Kosovë, zotërinë Nesho, a sheni të mundur edhe si janë procedurat për publikun, të sqarojmë, që të shuhet një mision i OKB-s në një shtet të caktuar? Në fakt, procedura normale që të shuhet misioni varet nga rezoluta që e mban misionin në këmbë. Do më thënë, çelësi kësaj është 1244. Me krijimin një shtet të pavarësisë tij dhe funksionimit, duke qenë një antar i ri i Kombeve të Bashkuara, edhe rezoluta e cila ka rregulluar në mënyrë të vazhdueshme deri në momentin e marrjes së drejtës për të përfaqësuar në Kombet e Bashkuara, bien të dyja së bashku. Edhe rezoluta, edhe misioni që mbart këtë rezolutë. Por ne kemi patur një anomali e cila ka ardhur nga interesat e ngushta revizioniste të Rusisë, e cila kërkon të mbrojë interesat serbe, duke gjithmonë pretenduar që rezoluta 1244 në kohën që është bërë ka njojtur sovranitetin e Federatës Jugoslave, Malizi dhe edhe Serbi në atë kohë. Prandaj, në mënyrë artificiale, çështja e pavarësisë së Kosovës, do të thotë, akoma nuk është legjitimuar në thonjza, për arsye sepse ai njihet si një shtet i pavarur, i lirë dhe demokratik nga më shumë se 100 vende. Por në këtë kuptim, misioni i cili ka unë mikun edhe Kejforin, të dyja bashkë, rregullohen nga rezoluta e fundit e Kombeve të Bashkuara. Dhe dy çështje që u spikatën prej paleve të kundërta, zotërin Nesho. Ta zëm, Donika Gërvalla Shfarc, kryediplomatja kosovare, në vazhdimsi e përmendi Serbinë si kërcënuese për rajonin, duke ofruar edhe dëshmit me parullat kërcënuese ndaj Kosovës, si parulla e famshme kur ushtria të kthehet në Kosovë. E përmendi edhe Milan Radojqićin, që ende nuk i është dorëzuar Kosovës për të gjykuar për sulmin terrorist në Banjsk, ndërkaq pala serbe vazhdoi të përmendte politikat e institucioneve kosovare për të mbyllur institucionet paralele që funksionojnë me sistem të Beogradit në Kosovë. Pak a shumë këtë çështje pati edhe përfaqësuesi i Kinës. Pra, Britania dhe SBA patën diskursin më shumë sa i përket çështjeve të dialogut, çështjeve që kanë të bëjnë me dorëzimin e autorëve të sulmit në Banjsk, kurse edhe Kina përmendi autoritetet e Prishtinës që po ushtrojnë presion ndaj serbëve të Kosovës. Po e nis nga fundi, mendoj që Kina ka interesa shumë të ngushta me Serbinë, lidhjet që ka Vučići me Zin, me institucionet, investimet kineze, dihet që është një pjesë e rëndësishme dhe zonja Gërvalla bëri mirë që e atakoi që në fillim Kinën kur tha që ka një impakt edhe vazhdojnë bashkëpunimin e tyre në të gjitha nivelet duke përfshirë edhe ato ushtarake. Kjo e bëri që kinezët i parapregatisin fjalimet të tyre, nuk janë të momentit, kur ndodhin shpeshherë edhe në Kombet e Bashkuara. Dihet që qëndrimi i tyre ishte në përkraje të ashtu quajturës të drejtave të minoritetit serb, që asnjëherë dhe në çdo rast Kosova i ka respektuar. Prandaj janë pretendime që mbahen në mënyrë artificiale nga Serbia, nuk i mbeti asnjë argument Gjurishit, për arsye se gjithë vendet e tjera, edhe nëse nuk e thonë në bazë të konjunkturave ose pragmatizmit të tyre,